Në Tiranë, shumica e djathtë e kryeministrit Sali Berisha do të kërkojë shkarkimin e nënkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kresnik Spahiu, i vënë në krye të lëvizjes Kuqezi. Sipas kryeministrit zoti Spahiu, së bashku me presidentin Bamir Topi, kanë dhënuar institucionet për interesa politike. Kjo parti e nënkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë është parti direkt e kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili në dhunim flagrant të kushtetutës vendit, të ligjeve të vendit, i ka lejuar vetes që institucionet ku ai të cilët janë besuar në përputhje me kushtetutën, institucione jashtëzakonisht rëndësishme këto për shqiptarët, të përdoren në mënyrën më të papërgjegjshme për interesa strikt partijake, por do të thosha duke dhunuar rand këto dy institucione. Menjëherë pas deklaratave të kryeministrit ka reaguar nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë zoti Spahiu, sipas të cilit akuzat janë politike dhe përbëjnë një tjetër goditje sipas tij ndaj sistemit të drejtësisë shqiptare. Kjo çështje vjen edhe në kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, në kundërshtim të hapur me ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku zëvendës kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë nuk shkarkohet nga Kuvendi i Shqipërisë. Pra kemi një hap të drejtë për drejtë, një vendim të pastër në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, ku zëvendës kryetari emërohet dhe shkarkohet me propozim të Presidentit të Republikës